Një operacion policor i zhvilluar këtë të martë në qarkun e Leshës, shoqëruar me të shtëna me armë zjarri, ku përpasoi një person ka mbetur i plagosur. Burimet paraprake bëjnë me dije se ndërhyrja e forcave të policisë kishte si qëllim arrestimin e një personi të dyshuar, i cili sipas të dhënave operative rezulton i armatosur dhe me rrezikshmëri. Gjatë momentit të ndërhyrjes, i dyshuari dyshohet se ka tentuar të kundërshtojë efektivët dhe të kryejë veprime të rrezikshme ndaj tyre, çka ka sjellë reagimin e policisë dhe shkëmbim zjarri në vendin e ngjarjes. Nga të shtënat, personi kërkuar ka mbetur i plagosur. Ai është transportuar fillimisht drejt spitalit të Kurbinit, ku ka marrë ndihmën e parmjekësore, ndërsa për shkak të plagëve është dërguar më pas në spitalin e traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Deri tani nuk janë bërë publike identiteti i të plagosurve apo detaje mbi gjendjen e tij shëndetësore, ndërsa autoritetet po mbajnë në monitorim situatën. Në vendngjarje kanë pritur forca të shumta policie dhe grupi hetimor, i cili po kryen veprime procedurale për të dokumentuar të gjithë dinamikën e ngjarjes. Burimet pranë hetimit bën me dije se po verifikohet edhe arma e përdorur nga i dyshuari, si dhe rrethanat në të cilat është zhvilluar ndërhyrja policore. Deri në publikimin e një reagimi zyrtar nga policia e shtetit, informacionet mbeten paraprake, ndërsa hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të incidentit.